takim me gratë dhe vajzat nga i gjithë vendi me rastin e 8 marsit, ditës ndërkombëtare të gruas, kryeministri Edi Rama ka përcjell mesazhe dhe ka bërë me dije vendime politike. Në prag të nisjes së fushatës elektorale, lideri socialist lançoi thirrje për të angazhuar bazën, ndërsa tha se si do të përfaqësohen gratë në lista. Ne burrat do t'i hedhim në fush që të meritojnë mandate, ndërsa gratë nikoqiret e gjithë këtij procesi të 4 viteve të ardhshme në pjesën e mbyllur të listave dhe pastaj vajzat që do të jenë pjesë edhe e listave të hapura. Ndërsa kritikoi opozitën që sipas tij e kthen vendin pas, kryeministri u ndal gjatë te procesi integrimit, duke cilësuar partinë e tij si garantore të hyrjes në BE. Kur ne hym në Bashkimin Evropian, nuk do ketë më aq rëndësi se kush qeveris këtu. Po për sa kohë ne nuk kemi hyrë akoma atje, se kush qeveris këtu është themelore. Sepse në 11 maj, kush voton, duhet ketë parasysh që ka në dorë të japë mbështetje Shqipërisë për të vazhduar pa humbur asnjë ditë negociatat për antarësim me Bashkimin Evropian, të gjitha speciet bashkë dhe premtojnë se me votën që do marrin, do ta kthejnë mbrapsh reformën drejtësi. Duke vlerësuar cilësitë grave dhe duke gjetur paralele mes familjes e qeverisë, Rama pati një mesazh edhe për reformën në drejtësi e arrestimet në radhët e PS-s. Ai i orientoi dhe inkurajoi të vetët përmes metaforave, duke ju kërkuar të jenë jo vetëm krenar, por edhe kërkues. Dhe jini krenare edhe për atë që po ndodh në luftën kundër korrupsionit. Sa herë që lufta kundër korrupsionit drejtohet ndaj dikujt që është i lidhur me pushtetin politik të Partisë Socialiste, duhet vetëm shumë pak qetësi për të kuptuar se e gjithë kjo që po ndodh është vepër e Partisë Socialiste. Vendosëm të dorëzojmë tek drejtësia shpatën e ndëshkimit që gjithmonë e kishte mbajtur qeveria. Njësoj si ju, kujdeseni për pastrimin e shtëpisë. Edhe ne në mënyrë të vazhdueshme do ta pastrojmë shtëpinë tonë. Dhe kushdo që do të hajë të tjerët mbas shtëpine, të mund të largohet nga shtëpia dhe të shkojë aty ku e meriton. Shefi i qeverisë tha se me votat e emigrantëve, partia e tij i afrohet 1 milion votave në zgjedhjet e 11 majit.